Shikues të nderuar, sonte TV-logun e kemi zhvendosur në selinë e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për të sjellë bisedën integrale me zotin Ramush Haradinajin, shikuar në prizmen e zhvillimit të ngjarjeve dinamike që po kalon vendi. Zoti Haradinaj, ju falenderojmë që jeni pjesë e TV-logut dhe ju jemi mirënjohës për këtë intervistë në kohën kur angazhimet e juaja janë të shumta. Faleminderit për mundësinë që më bisedu bashkë edhe me drejtuar qytetarëve në këtë mënyrë. Zotë Haradinaj, gjatë seancës së fundit të premten e kaluar, gjatë qëndrimit të juaj në korridor, së bashku me deputetët tjerë të cilëve u ndaloi hyrja në seancë për të vazhduar seancën, jeni dëgjuar tek shprehni po shkojmë në zgjedhje. Cili është në teksti i këtij deklarimi? Konstatimi juaj ishte një mdhef momental apo reflektim i qëndrimit të juaj të fundit për shkak të zhvillimeve rezultatës së rënd në kuvend? Tani, kundërshtimi në kuvend i ka pas ato etapat e veta, ndoshta edhe qytetarëve ju kujtohet, ka fillu me ato zhurmat, me filikaçat, me vezë, me gaz, në fund. Me gjitha ato që ka ndohë në kuvend. Gjitha këto që ka ndohë në kuvend e kam pas vetëm një qëllim, me nxjerrë në dritë do gabime, që mujnë me qenë shumë trona për vendin, shumë vështira. Për fat njërin për këtyre gabimeve, e gjeti gabim edhe gjykata kushtetuese në këtë rast, marrëveshjen për Bashkinë e Komunave. Pra, e gjithë ajo që ka ndohë në kuvend, qëllimin e ka pas me nxjerrë në dritë, mu hetu që diçka ka ndohë gabim në Kosovë, diçka më e madhe, më e rrezikshme se sa përpara. Se po t'ishte si përpara, atëherë pse me i bo gjithë këto veprime në parlament. Po diçka pak më e keqe, më e rrezikshme, më e rëndë, e një përmasë tjetër ka ndodhur. Tani ai efekt unë mendoj që veç është mri, pra efekti me nxjerrë në dritë me i kallëzu gjithkujt që don, as që thot populli kush ka syje, kush ka vesh, e ka marrë vesh që këto dy marrëveshje janë gabim. Edhe që qeveria Mustafa, kryeministri Sa Mustafa e kanë nënshkruar një marrëveshje me vendin që si kem marrëdhënie të mira me te, që kem qenë luftë me te, marrëveshje e cila në secilin në vetin nuk përputhet me kushtetutën tonë. Pra marrëveshja me Serbinë, në asnjënën nuk përputhet me kushtetutën tonë. Kine parasysh, kjo është diçka e madhe, menojmë se e kam rri këtë efekt, nuk kanë qenë metoda që jemi lavdu, nuk jemi gëzu me ato që kemë pa. A do thotë që me këtë deklarat të juaj kanë marrë fund? Po shkojmë zgjedhje është se u kuptu, u pa, u nxjerrë në dritë, u arrit ajo që është dashme u arrit, që në bo gabime, që ka kabu qeveria, që është në konflikt me kushtetutën e vendit. Do të thotë sipas jush nuk përsëritin më këto pamje në kuvendin tonë? Jo, këto kanë me vazhdu këto pamje, po këto nuk ndryshojnë më. Do nuk mujnë më me bo në ndryshim të madh. Ta zomë, edhe në rashe vazhdon me uhu gaze, me ndohë ato kacafytet që i shohim na në kuvend, mo nuk kem diçka të re, na kem e kallëzu diçka që po e di Kosova, e që këto marrëveshjet vërtet janë marrëveshjet gabume. Pra, u gjetë që është gabim marrëveshja për Bashkinë e Komunave, është në konflikt me kushtetutën e vend, njëjtë është marrëveshja për demarkacion në versionin tashëm. Do thotë kundërshtimi vazhdon, por nuk do të ndryshon më gjendja faktike se e ka kuptuar qytetari se ka ndodhur gabimi. Me njëherë pak kësaj deklarate pasoi dorëheqja juaj nga posti i deputetit të Republikës së Kosovës dhe ky gjest juaj ka pas interpretime të ndryshme. Disa kanë konsideruar si papërgjegjësi ndaj votuesve, por ka pasur të tillë që kanë thënë se kjo në farë forme simbolizon fundin e mandatit të këtij kuvendi. Tash unë këta e kam bënë atë ndjenjen që çka muj me bo unë më shumë. Ana muj unë si individ edhe diçka. Kundërshtuam në sheshe, kundërshtuam në rrugë, kundërshtuam në parlament, organizuam peticion, mora pjesë në takime presidentit, çdo gjë që ishte në kapacitetin tim që kryetari një partie politike, unë u munova mi ia dhoni dalje kësaj gjendje. Do të thotë unë e dash edhe dorëheqjen. Nëse edhe kjo ndihmon diçka që nuk është në pyetje më që na vesh me ngul gabim, po me i dhon rrugë vendit. Tash te kjo përgjegjësia, pa përgjegjësia shpjegohet në mënyra ndryshme. Ka plot qytetarë që thonë ai mo nuk është parlament. Çka po bëni aty? Ai duhet më shpërnda. Pra, na flasin për votues, edhe ata që ndoshta edhe mua më kanë votu,
ata veç ka një kohë që më thojnë mu, Ramush, nuk është mo në rregull ajo gjendja aty. Pra, nuk është në rregull, s'është mo parlament, nuk menojmë që ashtu du të me vazhdu zhvillimet. Kjo degradim i punës së parlamentit kalon edhe një shije të jërt të demokracisë në vendin tonë. A konsideroni që opozita ka mund të bëjë ndryshe këtë veprim? Këto janë situata që ta quaj ashtu jo standarde, pra është vështirë me bë krahashim ose me lyp një alternativë veprimit, to janë unike, të ndodhë një herë në historinë e vendit tonë, që një kryeminist që ta zonë me nënshkru një marrëveshje me vendin fëqin, këtë rast Serbinë, marrëveshje e cila në asnjë në vetin nuk është në përputhje me kushtetutën tonë. Pra sikur të ishte një vendim vetëm i Kosovës, pa qenë marrëveshje me Serbinë. Edhe ai vendim është prapë në kundërshtim me kushtetutën e vendit, është pak më pak dom. Po një marrëveshje me fëqiun, e cila s'është në përputhje me asnjë në vetin, nuk është në harmoni me kushtetutën e vendit. Ju e shihni çka është dallimi, edhe qytetarët e kanë kuptuar këtë. Pra qytetarët sot edhe të gjithë ata që në një farë mënyrë na japin të drejtë, se këto na dhanë me 17 shkurt u pa, nuk ja dhanë më këtë drejtë vetëm Ramushit, aleancës ose opozicës, ose asaj që u thejke veç kauz, po ja dhanë këtë drejtë një gjendje faktike, se gjykata e gjeti që marrëveshja në asnjë në vetin nuk është në harmoni me. Do të kthehemi gjykatës pak më vonë, po zoti Haredina ju bët një gjest politik, i cili u vlerësua nga shumë kush si një gjest i një kthesit e mbar, kur shkuat në takim me presidentin. Por përpas kësaj më intereson të di, a keni pas takime me krerët e koalicionit, qoftë me insistimin e juaj, qoftë me insistimin e tyre, dhe në fund të fundit a ka mbet një formë, qoftë para zgjedhjeve apo pas tyre, që të hynin koalicion me zotin Isa Mustafa dhe Hashim Thaçi, duke parë se refuzimi politik ka mri mjaft të skajet dëbuse. Edhe nuk është lënë një hapësirë shumë e bashkëpunimit. Në para shkuarja te presidentja, mendoj se ka qenë obligimi imi. Pra, obligim shikutar i partisë politike, që është parlamentare, e cila pashto ishte... Po kështu s'kanë mendu... Ishte mendim ndryshe. S'kanë mendu lideret tjerë të opozitës. Edhe unë shkova atje edhe me propozime konkrete. Pra, i ofrova ndihmën tonë të aleancës, të grupit parlamentar, me votu edhe ndryshimet kushtetuse, që presidenti të zgjedhet direkt nga qytetari, pra jo në parlament. Është gabim, për shembull, sipas logjikës time, edhe të aleancës, në këtë rast një parlament i degraduar, s'mund me nxjerrë një president kredibil. Kushdo qoftë personi që do të zgjedhet president, në këtë rast mendoj se zoti Thaçi nuk është personi adekuat, po edhe kushdo tjetër po të ishte, ky parlament në këtë gjendje, pra një parlament me skenat që kem parë, nuk mundet me i dhanë legitimitetin e duhur institucionit presidentit të zgjedhur tani. Edhe kam kërkuar, me qenë se ka ra sheri, që do të populli, ka ra kaq poshtë sheri, kam kërkuar që mos të prodhohen më gjysmë produkte, gjysmë rezultate, po për me pas president tamam, edhe në shën presidentit, po ja kthejmë te mundësi me votu qytetari, pra po e fuqizojmë presidentin, duke e votu direkt nga populli. Edhe po kemi parlament zgjedhur direkt nga populli, edhe president, edhe kësaj Kosova e fiton atë fuqinë e vet, stabilitetin e vet, qëndrueshmërinë e institucioneve. Mirë, zot Haredina, po për këtë kërkohet një interval kohor. Këto ndryshime nuk vinë ad hoc. Kurse realiteti politik i yni ka hi, sikur të them, në një zonë të verbet. Koha është e jona, na kohën e përdorim tashom. Mund ta përdorim për me thellu kundërshtimin, ose mund ta përdorim për me ndihmu dalin. Ju keni propozuar edhe disa aspekte të ndryshimeve të reformës zgjedhore. Për kundër faktit se konteksti politik kundërshtimi po vazhdon. Në asnjëherë nuk kem hek dorë, asnjëherë s'kam hek dorë nga ideja me gjetë një mënyrë me dalë prej gjendjes ku jem. Nuk është kjo mënyrë harnimin këtë qeveri, në këto institucione, pjesëmarrja aleancës. Nuk vjen shprehje. Nuk vjen shprehje. Janë vetëm ashtu makinacione propagandistike që ndodhin në këto raste. Po mënyra për me dalë prej tash është nuk muj me kthy kredibilitetin, se nuk është kriza vetëm kontekst i udhëheqësve politik. Kriza është bashkë në shoqëri, është një numër i madh i qytetarëve që beson se qeveria Mustafa Thaçi e ka shkel kushtetutën. I beson gjykatës, i beson të gjeturave. Pra, si mund të riparohet kjo vetëm duke ia dhënë mundësinë që qytetari me vendos. Kur vendos qytetari, rikthehet legitimiteti te institucionet që të gjithë ata që dalin nga vota
Jo këta që kanë bo gabim, edhe këta mujnë mu rëzgjedh, po atër qytetari i rilegjitimon, po vetëm qytetari mujnë më ta kthyj legitimitetin, askush tjetër në këto raste. Kur gabon politika, qytetari e ka fuqin mos me jetu në gabimet politikës. Sovrani, verdike, ato që ju thash, edhe me 17 shkurt qytetarëve që ju e keni të drejtën, edhe fuqin mos me jetu me gabimet e pushtetarëve, ose të qeveritarëve, ose ati që ka gabu. Pra, e vetë një mënyrë me dalë prej ku janë zgjedhjet. Mirë, zotë Haredini, ju keni përpuzu edhe një ndryshim, domethënë të reformës zgjedhore, apo të ligjit zgjedhor. Kjo kërkon një interval kohor. Deri atëherë, a keni menduar një qeveri kalimtare, qeveri ekspertësh, apo do të vazhdon ky mandat i kuvendit dhe të nxjerrë një qeveri të re me ndërkohë të këtij koalicioni që ekziston, apo a keni të qartë si mund të arrihet deri këto ndryshime ligjit zgjedhor? Na nuk e kërkojmë zgjedhjen e presidentit direkt për shkak ndonjë produkti tjetër. Ta zonë se me bumi kërku këta duhet më shumë kohë. Jo, vjen më shumë kohë, e lypet një qeveri teknike, e kem në interes. Jo. Na e kërkojmë këtë se për shembull kur zgjedhet presidenti pe Zarfit. Ka qenë kohë tjetër. Kosova ende ka qenë më e re, demokracia, institucionet, shteti, vedia jon, vetë besimi ynë më i vogël. Edhe ka qenë ndihmës që me kriju. Po tani ka një kërkesë më të madhe të qytetarëve të vendit për më shumë vendimarrje prej nesh. Me qenë më sovran, me qenë më Kosovë, që na me qenë mish të mirë të mishve. Edhe për këtë arsye përpudhet zgjedhja e presidentit me këtë etapë. Pra, dikur o përpudh me zgjedhja e presidentin me çfarë do kombinatorike. Do të ndalemi pak te zgjedhja e presidentit, do të mundohemi të shtjellojmë disa aspekte procedurale. Zgjedhja e presidentit direkt nuk merr dha shumë kohë që po flitet. Pra, nuk mendohet tu në muj. Tu janë disa javë vetëm që mund me nevojit. Në zotë Haredini, këtu kemi një përjashtim se kur kanë qenë diskutimet për ndryshimin e ligjit për zgjedhjen e presidentit dhe që ai të zgjedhë nëpërmjet votës së drejt për drejt, pikërisht aliati juaj nga opozita e bashkuar vetvendosja ka qenë kundër. Nuk ka lidhje kjo. A do të thotë që ka ndryshuar këto qëndrime? Nuk ka lidhje kjo. Shiqoni, mas pari ky qëndrimi i vetvendosjes është i disa vjetëve më parë. Domthonë mund të kemi një ndryshim. Disa vjetëve më parë. E dyta, këto janë mendime të partive politike si e shohin demokracinë e vendit. Pra nuk është subjekti një marrëveshje paraprakën mes neve dhe vetvendosjes apo ndonjë parti opozitare. Këto janë bindje politike si e vlerësojmë na demokracinë. Aleanca mendon se zgjedhja e presidentit direkt e ndihmon Kosovën, jo vetëm këtë etapë, po afatgjatë, e hek problemin e kontestimit të presidentëve të zgjedhur nga mënyra e të zgjedhurit, aspektet kushtetuese, probleme tjera, vendime, çka ka ndodhur, dhe njëkohësisht ja jep Kosovës një pushtet fuqishëm, pra një shtet që është jaq i fuqishëm, një shtet, demokraci jaq e qëndrueshme, me një institucion qëndrueshëm është më mirë se sa me institucion dopt, tazo me president dopt. Para se të arrijmë atje, ne jemi para një realiteti shumë të shpejt, i cili veç është paralajmëruar për të premten, zgjedhja e presidentit në këto rrethana çfarë jemi. Si shikoni procedurën e zgjedhjes presidentit Kosovës, duke marrë parasysh se kemi një akt gjykim të vitit 2011 të gjykatës kushtetuese, ku ato thuhet decisivisht se kryetari duhet votuar me 120 deputet të pranishëm. Tani është rasti, nëse ju kujtohet, është rasti ish presidentit Pacolli. Muj me grupu, ta quajmë ashtu 3 aspekte. Tani me improvizu, është improvizim grupimi i aspekteve që e bojnë jo të duhur, jo të qëllume. Zgjedhjen e zotit Thaçi president. Muj me fillu me zotin Thaçi si zoti Thaçi, është pjesë e kabinetit, i cili është gjetë se ka shkel kushtetutën. Pra është zëvendësi i parë. Po ashtu edhe ky është nënshkruesi një marrëveshje që është e kontestuar, që është e gabuar rreth aspektit territorial me një fqi tonin. Kryetar partije dhe pjesë e kontekstit politik, pra nuk shkon ka uniteti. Problemi i dytë, ose grupi i dytë i problemeve, është se parlamenti i vendit në këtë etapë është një parlament i kontestuar, ku opozita kundërshton funksionimin e matem të tij për shkak se mendon se ka ndodhur agresion kushtetues edhe territorial në shtet nga qeveria, cilës i takon zoti Thaçi, që është kandidat tazom për president. Edhe grupi i tretë i problemeve, ose ajo terreni i tretë i minimum në këtë rast, është vendimi i gjykatës kushtetuese edhe mënyrat e interpretimit quorumit, prezencës. Po. E tani të trija këto, vërtet nuk i japin Kosovës suksesin që duhet ta ketë një vend kur zgjedhet presidentin. Por të trija këto
grupet problemeve të quaj ashtu, e bojnë ma problem. Nisën nga ky vendim i gjykatës. E bojnë ma problem. Dhe nga vendimi juaj që të mos jeni deputet, qysh tash kuvendi si ka 120 deputet. Ai ka 119. E bojnë të pa qëndrueshëm, e bojnë pa duhur, jo të mëshme zgjedhjen e tij tani. Zoti Thaçi, ashtu si çdo politikan tjetër i Kosovës, e gëzon drejtën me kandidu, çdo etapë. Në kandidimi tash, kandidimi mas zgjedhjeve direkt nga qytetarët, pra ne nuk ndërhyjmë në ato që janë parime demokracisë së drejtë e partive politikës, por bindja jonë është veprim i gabum, edhe është dëm për Kosovën, edhe thellohet më shumë kriza në Kosovë, nasa e shkon në këtë drejtim. Sipas gjitha gjasave dhe paralajmërimeve, ata do të koalicioni do ta procedojnë zgjedhjen e zotit Thaçi për president. Po këto mungesa juaj, spaku deri tash që është folur sa këtu kushtimisht them edhe data, domthonë të premten në orën 11, janë disa paralajmërime, kurse në anën tjetër mungesa juaj e zbret për një numrin e deputetëve në parlament, e para. E dyta ka zëra se mund të pasojnë gjestet e njëjta të deputetëve të opozitës që të dorëzojnë mandatet dhe ta fusin një cikël të punës së KQZ-s me një dinamik të zëvendësimet e tyre dhe në sens prapë do të krijohet një situatë e paqartë për ka numri i legjitim i deputetëve në kuvend. Kanë mbet pak ditë në afatin ligjor të zgjedhjes presidentit. Pengimi tani i zgjedhjes presidentit në këtë rast, jo vetëm i zotit Thaçi, të them drejtën, se shiqoni nuk është më problemi vetëm i kandidatit, se kandidati po se po është i kundërshtuar me i kontestuar. Po problemi është kontesti edhe politik, institucional. Ne themi se ky parlament e ka humbur të drejtën edhe legitimitetin e funksionimit si i këtij, për shkak se qeveria dalur për këtij parlamenti ka shkel kushtetutën dhe është gjetë shkelet kushtetuese. Partitë politike që i përbojnë shumicën, pozitën sot, janë pjesë e shkeljes kushtetutës. Edhe ne kërkojmë që me u shpërba. Insistimi që në një parlament tillë, me zgjedhje presidentin, pra me gjithë këto konteste që janë reale dhe që janë bartë të qytetarët në shoqëri, jo shihni sot jemi në shesh, në tenda në këtë ftoftë, edhe kanë ardhur njerëz nga gjithë Kosova, kanë qëndruar mbrapa gjithë natën, po qëndrojnë këtu, meritojnë një respekt. Pra nuk duhet me vazhdue ajo ignorancë ose arrogancë, ta quajmë ashtu, e dy botrave. Ata njerëz që kanë qenë me 17 shkurt, jo vetëm që janë taksapagues të i veni, po janë njerëz që kanë diçka në themelet kësaj Kosove. Shumica e tyre janë njerëz që vërtet kanë shumë në këtë Kosovë çfarë e kemi. Forma së protestës natyrisht do t'i kthehemi pak më vonë. Po edhe kjo, mendojmë se duhet me e hek për rënit ditës, pra po të ishte dikush që i ka mbet ashtu vlerësim real, nuk ja vlen me shku me kandidaturë për president të rrethana. Do të vazhdojmë pikërisht për këtë aspekt, për aspektin e besueshmërisë së liderëve, momentalisht pas gjithë këtyre ngjarjeve që kanë gjallë, por do ta bëjmë një pauzë për reklamë. Shikues të nderuar, rikthehemi në emisionin Debatues TV Logu për të vazhduar bisedën integrale me zotin Ramosh Haradinaj. Zoti Haradinaj, folëm pikërisht për degradimin e institucioneve, po bashkë me degradimin e institucioneve, shikuar pavarësisht nga këndi pozitar apo opozitar, ka rrezik se po humbet besueshmëria tek leadershipi. Për arsye se me një anë kemi barikadimin e pushtetit karshi kërkesave opozitare, në anën tjetër kemi mbasi shpesh edhe logjikën ultimative të opozitës karshi pushtetit. Shikuar nga ky aspekt, a është duke paguar një çmim aleanca? Qoftë fitores më shumë të rejtingut apo prestigjit të saj, qoftë të degadimit të saj. Nisur nga një fakt tjetër se Aleanca është gjetur në një koalicion të bashkuar opozitar të një partie që nuk ndan shumë profil konceptual politik. Jo njihni si një mik apo si një përkras i monarkisë dhe si një leadership i cili ka dhënë shenja të një demokracie të anës së djathtë. Kurse vetëvendosja shpeshherë është deklaruar publikisht se ne jemi një parti pak a shumë me orientime liberale, po e krahet majtist. Ju ka bashkuar për te i koncepteve politike çështja e opozitës? Unë mendoj se është fat që ekzistoi Aleanca. Aleanca edhe në etapa tjera, kur ka ndërmarrë disa veprime që nuk janë ndu kaq të pritura, ta quajmë, i kemi ndihmu Kosovës, e kemi shpëtu nga logjikat e gabume. Pra,
Mendoj se ekzistenca e aleancës në këtë kohë Ke përpjekje është pa edhe me Vlanin. Mendoj që ekzistenca e aleancës, ta som dikur ka ndodhur një koalicion me presidentin Rugova që ka qenë bukur tabu, po atë janë hekat armiqësit krahu i luftës se krahu tjetër edhe ka ndodhur një farë normaliteti edhe ka qenë zhvillim i ri në demokracinë tonë. Kësaj shiqo është kundërshtu për gjithçka në Kosovë. Mirë pas një herë nuk është populli nuk e ka ditë fort se sa është me rëndësi tema për që kundërshtohet, se o bo rutinë. Mirë po, ka pas rrezik që në këtë rutinën e kundërshtimeve, me mbet edhe ndonjë kundërshtim për tema që në konë vërtet të masis, që s'bon me leju me kalu, si për zajednicën, edhe për demarkacionin. Ekzistenca e aleancës, fuqia e saj, ai shpirti i mbrëmshëm, gjallëria, argumentet që ka mbledh në për etapa kohore, bëri që kundërshtimi tani me marrë një fuqi tjetër, me marrë një dimension tjetër, edhe me u argumentu më ndrysh. Pra, shifne këtë kundërshtim, nuk është krejt vetëm vetëvendosje ta thomë, jo vetëm vetëvendosje në kuptimin e njerëzve të asaj që ka thojmë, po vetë materia, mënyra që është kundërshtu dhe çdo gjë që ka ardhur, është një kundërshtim bukur shumë qender. Pra nuk është një kundërshtim i skajeve të shoqërisë ose i ekstremeve, po është bukur shumë i qendër, si atyre që edhe ju dhem Kosova, edhe kanë racionalitet, edhe dojnë miqësinë me alatet e Kosovës, po nuk dojnë me lonë të dame me ndohë Kosovës. Realiteti politik ju ka shty drejt qendrës, mendoni? Jo, mendojmë se kundërshtimit ne ja kemi dhonë qendrën. Pra kemi nxjerrë nga skajet e veta, e kemi prunë qendër. Është një kundërshtim i qendrës, nuk është i ekstremeve, po është i qendrës, janë njerëz racional, janë shoqëri civile, janë qytetarë, janë profesionistë, ekspertë që kundërshtojnë sot. Ne vërtet jemi parti e qendrës djathtë, por këtë kundërshtim nuk e bojmë për shkaqe ideologjike. Pra ne nuk po luftojmë për çdo lloj të tregut. Kësaj radhe jemi ka luftojmë për atë që do të na mbetet Republika. Pa të na mbetet Republika në çdo na kemë ra dakord, për çdo jemi betu me 17 shkurt 2008 kur e kanë dhënë betimin në parlament. Për që dhe na kemë festuë, pra atë na betë ajo, e mbitet, ndërtojmë ma shumë, apo po fillojmë me hek për i qaj. Në këtë rast nuk zhidhen alatet, nuk ka lidhje kush është në majtë tonë ose në djatë tonë, kush do qoftë, se o ka folet për substancën tonë. Pra, aleanca nuk e ka ma ta fiton a humë në këtë temë, fare s'ka qenë kalkulim, kur unë jam ndodhë me filikaq në parlament, e kur aleanca ka gjujt vo, ato nuk ka qenë as pun qefi, as pun interesit votës, as pun dashnije me vetëvendosjen, po ka qenë se mu më karon men, sa zërë konë më ardhë, dhe të kjo Kosovë. Edhe sa keq i bjen kësaj Kosovë, në rase Zajednica kalon në njërën që është lajmëru, edhe nëse kufini, për shembull për mu, që ne di faktikisht ku o kufini, nëse kufini vjen pe qakorit në gjysë rrugos, në kullë Çlepit, pe i kullës Çlepit, falin, Savinovode, pe i qakorit në Kuqist, e paspjegueshme. Do thotë unë vërtet edhe i falenderoj kolegët e mi të aleancës, gjitha niveleve, vërtet kanë qenë shumë serioz. Ne kemi pas biseda në gjithë Kosovën, bisedojmë vërtet me gjithë kolegët edhe shpjegohem. Ky ka qenë një moment tjesh apo mos tjesh, pra so bon kalkulime zellore. Pikërisht këtu do të ndërlidhem me dy tezat e juaja opozitare, të cilat kanë sjellë vendin deri në këtë gjendje dhe keni dashur me kongullje të ktheni prapa. Po ndërlidhem edhe një herë pikëthemi vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila për asociacionin, por edhe për demarkacionin, sikur kanë dhënë një mendim implicit, me interpretime dy fishta biovoke, por pse sipas jush ka ndodhur kjo gjë? A ka qenë gjykata në një presion politik, qoftë të brendshëm apo të jashtëm nga ndërkombëtarët? Apo në esencë ka dhënë sikur ka ndatë drejtin mes juve dhe opozitës? Nëse flasim për bashkinë e komunave serbe, asociacionin e komunave me shumicë serbe, gjykata ka thënë atë që është shumë më rëndësi qytetari ynë me e ditë. Marrëveshja e nënshkrume, e parafume, që janë vetëm inicialet, e kryeministit Mustafa, mes Erbin, në asnjë nën vetin, nuk është në harmoni me parimet, por edhe me dispozitat e kushtetutës vendit. Pra, kjo është shumë ma shumë se çka do tjetër që kish mujtë me thonë gjykata. Por ne shpesh do të Haradina s'po mund t'i kalojmë interpretimet, po mbeti me rrobat e interpretimit. Ne mund t'i interpretojmë lehshëm çfarë do mënyre, ashtu që po bëj edhe unë. Po dikush mund e gjykon këto çka po them unë sa qëndron, për shembull. Pse? Shifni, kushtetuta e vendit nxjerr dispozita
po dhe parime, që shë ka mendu vendin, parim, po thot në parim jemi kështu, parime themelore, logjikat, çka Kosova. Kjo gjykat ka thonë që marrëveshja parafume pej zotit Mustafa në këtë rast, në end vetin, nuk është në harmoni me parimet dhe me dispozitat, as me dispozitat, pra me parimet, po dhe me ato që janë zbatueshmëri. Kjo është shumë, mos harroni. Kjo e bën të tërën. Ta kanë mujtë me thonë që duhet me virë zotin Mustafa politikisht, ja kanë mujtë me thonë që na duhet me hynë në Serbia, me dala, çka do tjetër, është e panevojshme, çka do që pason, çfarë do uzimesh tjera që i kanë thonë. Mos harroni preambula e krejt që ka thonë gjykata kushtetuese është kjo. Marrëveshja në end vetin. Pra nuk është ky një vendim vetëm i Kosovës, sikur Kosova të kishte vendosur në parlament, pa fol me Serbinë, me boni bashkitë komunave të këtill, është thy kushtetuta, ajo gabimi i brendshëm. Na kem gabu se kem ranë kundërshtim me marrëveshjen me kushtetutën tonë. Rasti është shumë ma keq. Kryeministri janë ka bo marrëveshje me dikon, që është pëdim kush, që në end vetin kjo marrëveshje s'është në harmoni me kushtetutën e vendit tij. Donë ky nuk ka përfasu parimet e kushtetutës vet, as dispozitat e kushtetutës vet, as vendin e vet. Këtë vërtet e ka Kosova, për demarkacion nuk është boni vlerësim i këtij nga gjykata kushtetuese, por gjendja faktike dihet, e thot gjithkush, edhe për këtë arsye ne kërkesat që i kemi pas të mëhershme, reflektoni, anuloni marrëveshjet, kthejmë normalitet, tani janë ndërheqje. Pra, besoni nuk ka epilog tjetër në demokraci. Po të kishte ndodhur kjo në Amerikë, kine parasyshte, se folëm më herë për faktorin ndërkombëtar. Po të kishte ndodhur kjo në Amerikë, që presidenti i vendit kanë nënshkruar marrëveshje, e cila në end vetin nuk është në harmoni me kushtetutën e Amerikës. Jo me ndaj vend armik, po me ndaj mik. E dini çka pason. Kjo është parim i parë çdo kund. Kemi edhe një element se asociacioni nuk është formuar ad hoc, po ka qenë një proces negociator, mjaft i gjatë ndër vite, dhe po më intereson si e mendoni ju, çështja e anulimit nga aspekti brendshëm politik, si nevoja jone e brendshme politike, është ma lehtë ndoshta. Por si e shihni anulimin dhe realizimin e kërkesave tuaja në raport me Bashkinë Ndërkombëtare? Siç bashkia A do të thotë që do të niset një proces i ri negociator me Serbinë? Jo, veç pak. Unë jam prej atyre që mendoj që na do të konsolidu Kosovën. Kosova e ka në themel propozimin ahtisari, se i thojmë pak zakonisht, po është propozim, proposal. E ka në themel, në një farë forme parashikon një organ, po një asociacion për komunat serbe. Me leje, po. Do thot, i ka fara pa ato aspekte të garantimit të drejtave të komuniteteve. Asnjëherë Kosova nuk ka dalë nga obligimet e vete. Ju kujtohet ulçet e rezervume, të garantume, për çdo etapë Kosova e ka respektuar. Edhe aleanca dhe unë nuk jemi kundër, që të gjitha ato të gjetura të hershme, që i ndihmojnë qytetarët e Kosovës, në këtë rast serbët e Kosovës, mund të lirë, na jo vetëm i respektuar, i përkrah. Aleanca edhe Kosova nuk ka obligime nga pakoja ahtisarit, proposal atëherë, mbi cilën na jemi shpallë pamvarën, me bo koncesionin ndaj një vendi fqi, edhe me i dhonë ingerenca, edhe me dhonë pushtet të tretë në vend tonin, edhe me kriju një farë modeli të një Bosnje zvet. Pra, këtu është dallimi është esencial. Nuk ka Kosova as aleanca, as opozita s'ka konflikt me Bashkinë Ndërkombëtare, sa i përket çfarë do obligimi, edhe a e dini një sen, askush nga Bashkia Ndërkombëtare nuk ka thonë që opozita s'ka drejt në kërkesat e veta. A shihni, a ke dëgjuar dikon që ka dalë një herë me thonë, opozita nuk e ka mirë, se asociacionin që të nen... Po ju kanë sulmuar për metodat që keni përdorur. Po vish me leje, po ata të gjithë thojnë, respektojnë mendimin që ka kushtetuese. Për e shihni ambasadorin dhe shka ambasadori amerikan. Për shembull, mas pari tha, jam i neveritun ose i mërzitun që kanë vojë opozita në parlament. Po normal toni jemi, nuk kërkush s'është i kënaqur që po luhet me gaz në parlament. Nuk besoj që ka dikush që i kënaqur. Po shihni çka tha tjetër, tha, problem tha kryesor, tha këtë vend tha keni korrupsionin. Me leje, ku i atribuohet korrupsioni? Kush ka qeverisht me Kosovën të 8 vjet? Mirë, pikërisht këto ditë të zhvillime shumë dinamike, ju keni marrë disa hapa tjerë. Paka shumë basë është në natyrën e juaj politike, siç thamë më herët që të shprehni një guxim për të marrë disa hapa në momente kthese. Ju keni shprehur një fleksibilitet edhe karshi dy kolegë kushtimisht i quaj opozitar, dhe
keni propozuar formimin e një byroje nacionale për hetime. Në anën tjetër keni propozuar edhe krijimin e FSK-s në ushtri. Po në anën tjetër ka mbet pezull për opinionin se kur keni menduar se këto mund të realizohen. Mund të realizohen me këtë qeveri, të cilës mund të zgjatet mandati me ndonjë rikonfigurim apo me ndonjë ndrim qeverie, apo faktikisht këto keni menduar kur të ndryshon plotësisht të përfundon ky mandat i këtij kuvendi të ndryshon ky kuvend. Ma herët ju mbot pyetjen e një takume në këtë koalicion, nuk kam takime me ta. Po ishte s'kam takime me ta. Këto propozime... A kanë kërkuar ata të keni ju? Nuk ka pas rrethana të tilla, pra takimeve. Disa prononcime që thotë jem taku, nuk janë të vërteta, pra kur po i thojnë në parlament, nuk janë ashtu. Nuk i ikim ne komunikimi, ta zonë në parlament që i iki komunikimi me asken, apo në rrethanat ndonjë pritje ndërkombëtare, ndonjë ngjarje të caktuar, nuk toksor jemi, nuk jemi as toksor. Edhe dim me usjellë, dim me respektu rënet e rrethanave të tilla, po s'kem pas takime bilaterale me asnjërin nga udhëheqësit e institucioneve të sotme. Pse e thashte, se kjo është e vërteta. Pse i kem dhënë këto propozime? Shiqoni, Kosova ka shumë probleme. Kur kam folur në përzgjedhjen e presidentit direkt, ka qenë po ashtu s'kune shifsha që po vjen momenti kur do të kalojmë krizë edhe për presidentin, ose rreth presidentit, ose me presidentin. Edhe jam gjitu herët, me thonë, po zgjedhim direkt nga populli pas. Po shkojmë ka kriza, unë e shoh që ka vakum në sistemin e sigurisë. Ajo që quhet sistemi i sigurisë që përbëhet prej institucioneve të sigurisë, edhe vëna që shumë të avancume, ta zonë në Amerikë FBI, Federal Bureau of Investigation. Edhe ata i kanë ushtrinë, i kanë këtë tjera të këtë, AKI-n e vetë, gjitha i kanë, po e kanë edhe këte. Kosova me qenë se ka dalë për lufte, është në region bukur problematik, është target, është qëllim i rreziqeve për jashtë. Kemi një realitet rritë të terrorizmit. Me luftetarët islamistë, me gjithë tjerë. Pra Kosova duhet, edhe çdo kush që merr vendime në Kosovë, duhet me ditë që e kemi një detyrë të pakryme. Pra, shiqoni, shumica e jonë, për shkak përvojës të kalume, e mendojmë ushtrinë që imediate se jemi armik me Serbinë. Po e zonë, mund mos jetë veç kjo, ose i vetë një argument, ose ky problemi, mund ka probleme të natyrave tjera, që Kosova duhet me pas ushtrinë. Edhe shpjegimi i udhëheqësve të Kosovës, ndaj Mexhut është, jo pse na nuk po dojmë me bo konflikte në region, që po dojmë ushtrinë, se po dojmë me kallëzu kush jem të një tjetri, po krejt regioni e rreziku. Pe ushtrisë islamiste, pe ushtarëve tyne, e na po dojmë po ashtu sikur është Serbia, Mali Zi, Maqedonia, Shqipëria me ushtri, edhe na me pas. Pra duhet Kosova me shfrytëzu një të keqe për një të mirë. Kur mendojmë që mund të bëhet kjo? Një keqe janë rreziqe që vijnë për këtyre luftarëve, për një të mirë me nxjerr ushtrinë, qoftë edhe pa i dhënë fuqit. Mi thonë, hey, na jemi në hall gjithë, sikur jeti si tjetri edhe na, edhe nëse duhet vota e serbëve, nëse duhen 2/3 që të ma votën, se kom unë prej natit tonë, po e kom që na krejt me qenë të konsoliduar për rreziqet që na vinë. Jo. Byroja e hetimeve, është po ashtu për shkak specifikave të Kosovës. Kosova ka specifikat e veta. Pra, mungesa e gjatë e sistemit të sigurisë, periudat para lufta, ndërprerjet, bashkia ndërkombëtare, ndrimi i përgjegjësive nga ndërkombëtar të ne, shkuarja, gjitha këto kanë kriju në disa raste vakume ose hapësira që e shfrytëzohen nga krimi, ose nga terrorizmi, ose nga agenturat e huaja. Po, edhe duhet Kosova po ashtu me përmbyll kornizën e vetë të institucioneve të sigurisë. Kur e kom dhonë këtë ide, e kom dhonë me ju tregu venit edhe njerëzve dhe vendimarrësve sa punë kemi, që na pret në tarmen. Në këtë aspekt veç po më intereson, a keni menduar posaçërisht të krijimi pasgjë. Por shikuar nga aspekti i shtrirjes gjeostrategjike, a keni menduar se rregullimi i marrëdhënieve të NATO-s me Serbinë e lehtëson formimin e armatës sonë? Duhet me lehtësu, po. Duhet ta lehtëson. Dhe mund të hiqet pak a shumë ai kushtis. Duhet ta lehtëson. Nuk besoj që është punë kushti, këto është punë mukajeti që thotë populli, se politika jonë marr me gjithçka, po s'ka ditë mu marr me ato që i ka më strategjike. Vendimarrësit tonë. Zoti thotë që për shembull në këtë rast ish dashur me marr marrë që i ka pas 2/3, e s'ka ditë me shfrytëzu me votu ushtrinë. Zoti Mustafa që i shet me në gjithë ditën, e që shkon mas dialogut atje e kthehet, e s'ka ditë me nxjerr votën për ushtrinë e vetë,
çka mi thonë tjetër, domthonë vërtet shihet sa çuçana, sa dopt janë. Mendon që në këtë aspekt të kemi dështim të negociatave. Edhe ndoshta dashninë e tyne ndaj atë duhet me mat në këto aspekte. Njeriu që s'ka ditë me shfrytzu një realitet krijuar, me nxjerr kusht gjithkuj, bashkisë ndërkombëtare, a do votën 2/3 prej tem po. Shumë mirë, bravo. Sa është më rëndësi për ty që kaq, e kam edhe unë. Çe po ta tregoj çfarë është ushtria. Serbia po dojnë ana dialog se duhet me kalu kapitulli 35 me hymbe, po do t'i me shku drejt BE-s po, unë e largëm për BE-s, ti ke hec para meje, a mo ti ki ushtrin që 200 vjetë, unë se kam hala, ti më ke vra me ushtrin tone, shqyqon regula tjera, i shdasht Kosova me pas drejt veto, se ka qenë viktime ushtri Serbis, ish pas me pas drejt veto, a guxon Serbia me pas ushtri. Është e kundërta, agresori, gati ka drejt veto në Kosovë të viktima, a kem drejt na me pas ushtri për mes 2/3 votës kualifikume të komuniteteve. Këta shihet sa dopt janë, për këta thamune se këta njerëz, edhe Mustafa, edhe Thaçi, vërtet janë pa dobishëm për këtë vend. Mirë, zotë Haradinaj, jemi në një pozitë kur po vjen pikpyetje kapacitetit politike të vendit për të kapërcyer krizën, kurse në anën tjetër kemi një ashpërsim të gjuhës politike dhe të shpesh të dëshimi i krijimit të një diskursi kundër ndërkombëtarëve. Si shihni dalin nga kjo krizë pa intervenimin e faktorit të huaj ndërkombëtar? Është shumë e rëndësishme Kosova. Edhe a u vonua me qëllim faktorin ndërkombëtar? Jo, a lani fare forme të tregojmë ne të gjitha pa aftësitë? Jo, nuk e shoh ashtu. Mendoj që faktori ndërkombëtar po e bën ato që na është dashur i ditë. Që jemi më shumë në veti se sa kur kemi qenë në RKB ose në pavarësinë e mbikëqyrën. Pra jemi më shumë Kosovë. Amerika, që i ka ndihmu Kosovën, i ka para pa etafat, kur me të lanë që ti ma shumë me vendosë për veti. Pra, ka ardhë dhe edhe të mikromenagjimi dikur, tani thot, janë punë t'juja. Evropa, Gjermania, po të njajtë. Pra, nuk është se na po rrezikojmë partneritetin me bashkinë ndërkombëtare, por se na duhet kalojmë në për disa ushtrime të mbrëmshme, për me përvetësu vendimarrjen, për me përvetësu vizionet tona që kem, për me ndodh ajo që jemi, me ndodh Kosova, unë jam i tharë që Kosova mos me shku ka një servilizëm, i pa kuptim ndërkombëtar, pra Kosova servile nuk i vynë bashkë shkuj. Ne të tillë çfarë na kultivojnë një pjesë e jonja, edhe mundohen me na shpjegu ç'është do të me qenë ndaj ndërkombëtarëve, edhe çfarë i kem një pjesë politike tonë janë dëmshëm. Ata nuk i bojnë mirë as mikut, as venit. Miqtë tonë ka nevojë për një Kosovë, që është e aftë, që i merr vendime, me na territorit tonë, që i merr përgjegjësitë, që ka ushtarin njarinje, jo ushtarin e këvojt, po të vetin, edhe kësi shoj ata ta partneri i vymë. Kjo është Kosova që i vynë gjithkuj. Kjo Kosovë i vynë edhe fqive. Një Kosovë e servilve, e politikanëve të shantazhum, e njerëzve që fort e masin. A kom unë ai pasoj, po kom, s'po lypi diçka për Kosovën. Po ma ashtu se s'o bua si vend ashtu. Zotë Haradinaj, i përmendat edhe format e reja të protestës në sheshin e Prishtinës. A jeni ju ai që keni propozuar ndrimin e formës protestimit? Jam pjesë e kësaj metode të re. A mendoni se përfundimisht ka nikur skenat e dhunës në sheshin e Prishtinës me këtë formë të re të protestimit? Ne kemi bë kujdes të vazhdueshëm mos me pas dhunë. Ka pas incidente në raste të caktuara, por kemi bë kujdes të vazhdueshëm që mos me ndodh dhunë në vend. Do të bëjmë antarmen. Pra kemi bë, do të bëjmë kujdes. Jam shumë i bindur që në Kosovë ka njerëz plot, të vetëdijshëm që ky është vendi ynë. Ndryshimet duhet i bojmë, po pa tragjedi për vendin. Mirë, zotë Haradinaj, jemi ka fundi misionit dhe është e pashmangshme për e ushtru një pyetje. Thjesht më intereson të parashikoni, kur mund të zhvillojmë bisedën e radhës në një realitet tripolitik, pas ka përsimit të kësaj krize, dhe ku do t'jeni ju dhe Aliancë? Në Kosovë. Gjithsesi në Kosovë. Unë po du të aranjoj që shtash një... Ne kemi një opcion të quajmë të daljes nga kjo gjendje, në këtë tragedia politike, e zotit Thaçi, që ai mund ta merr që është tragedi mos zgjedhja e tij, është bukur sukses politik i Kosovës, sepse shkojmë zgjedhje, po janë kushtetuese. Nuk po shkojmë zgjedhje për shkak të gazit, as tendave, as tashom mund shpjegohet në mënyra ndryshme, gjithkush nga kandi vet,
Po shkojmë Zgjedhja e presidentit e ka përshpejtu jo, mos konceptin e opozitës? Mos zgjedhja e presidentit e mundson zgjidhjen për Kosovën. A shihni, është pak e habishme. Mos zgjidhja është zgjidhje. Sepse me automatizëm shkojmë zgjedhje. Nëse do të ndodhë të kështu, dikun ka 6-7 mars, ne duhet të shpallim zgjedhjet, që në 45 ditë, mëna 45 ditë, deri në 45 ditë, jo më larg. Atëherë kjo është ai kalkulimi kohor për çka vjen. Domthon nuk mendoni që mund të kemi një qeveri kalimtare tek ekspertë? Nuk e shoh. Nuk ka nevojë. Domthon shkohet vetëm sipas jush. Jo, nuk thash se s'ka nevojë, nuk thash se s'ka nevojë, po nuk e shoh reale. Kur e gjitha do të ndodhë në automatizëm, pra do të ishte ndrysh, si kur unë kom propozu që të shkojmë zgjedhje me marrëveshje politike, në tavolin, pra kur kam qenë dhe presidentja, e kom propozu edhe presidentin me zgjedh ashtu, atër ishte dash më ullë me gjetë implikimet e ati vendimi. Për shembull, në nëse zoti Thaçi, zoti Mustafa, ka thëshin po bisedojmë për zgjedhje, ti ka ardhur me profesim, ullu ta bisedojmë. Atër ishte dalë, du të mund ndryshu neni për zgjedhjen e presidentit, merr kaç ditë ose kaç javë, du të me pyet gjykatën kushtetuese, du të me bë ligjin, du të me bë këto, edhe i zboni faroraj. Nëse ky orar do të ishte aq i gjatë. Domthon kjo mundësi ka humbur. Tani jemi në etapa tjera, do të thonë këto kur e kam kërku këtë, ka disa javë. Tani jemi në etapa tjera, ne kemi humbur shumë kohë, jemi veç pak ditë para afatit kushtetues, kur s'ka dënë zgjedhja e presidentit në parlament, se me 6 ose 7 mars s'ka dënë, edhe unë mendoj se ky është epilogu më real i mujshëm, mos zgjedhja e presidentit shkuar në zgjedhje kushtetuese në këtë rast me automatizëm dhe përtria e institucioneve të vendit. Domethënë, ato që brenda 2 muajve ne mund të takojmë. Shpresoj po. Ku do të jetë aleanca dhe ju? Ne kemi të parashikoni? Aleanca është e interesuar me i marrë përgjegjësitë pas këtyre zgjedhjeve. Edhe unë jam. Nuk insistojnë konkretisht në cilën punë caktuar detyrë përgjegjësi, jam i gatshëm të marr përgjegjësi për vendin, ku marrin tana etapat, ashtu sikurse jam i gatshëm që aleanca ta jep kontributin e vet për ndryshimin në vend. Pra, nuk kemi ndonjë kërkesë ta quajmë ashtu penguese në këtë rast ose mohuese. Po matematika politike mund t'ju çon prapë pikërisht aliat të kundërshtarët e sot në politikë. Po këto se prejudikojmë na çysh tash. Se ende s'ka të fol qytetari, o shumë herët me fol ne, pa fol qytetari. Pra, kësaj radhe do t'ja lojmë qytetari, ne mendojmë se Kosova ka ndryshu, nuk është Kosova votuese, trupi votues, mendja votuesit ka ndryshu, unë zdeshta me e përveçsu këtë bisedë për aleancën, por për shembull aleanca ka një pozicion politik krejt tjetër që ka pas. Pra, nuk po flasim më për një aleancë 10%-ve. Po flasim për një aleancë ndryshe, njëherë në 2009 kem pas 18.3%, po flasim për një aleancë që është më mirë se sa në 2009 në vend. Mirë, zoti Haredina, të falenderoj shumë për këtë intervistë. Shikues të nderuar, këtu është fundi i emisionit tonë. Ju falenderoj që ishit me ne dhe vazhdoni të qëndroni me ne. Faleminderit zoti Haredina. Faleminderit shumë.